Letra drejtuar Kolosianëve. Kapitulli 1. Përshëndetje. Pali për vullnet të hyjit, apostulli i Krishtit Jezus, edhe vëllai Timote, shenjtërve që janë në Kolos, vëllezërve besimtarë në Krishtin, hyj ati ynë ju dhënd hir e paqe. Pali falenderon hyjin për kolosianët. E falenderojmë hyjin, atin e Zotit ton Jezu Krishtit, dhe lutemi vazhdimisht për ju, sepse morëm vesh për fenë tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj të gjithë shenjtërve, për arsye të shpresës që ruhet për ju në qiell. Për të keni dëgjuar në saje të fjalës së vërtetës, ungjillit, që arriti te ju dhe po jep fryte e po zhvillohet, si në mbar botën, ashtu edhe ndër ju, qysh prej ditës kur dëgjuat dhe e njohët hirin e hyjit me anë të së vërtetës, ashtu si e keni mësuar prej Epafrit të dashur, shokut ton në shërbes. Ai na zëvendëson ndër ju si mbarshtues besnik i Krishtit. Ai edhe na njoftoi për dashurinë tuaj në shpirtin shenjtë. Zotërimi i Krishtit. Prandaj edhe ne, qysh atë ditë kur morëm vesh për këtë gjë, nuk pushojmë të lutemi për ju dhe të kërkojmë prej hyjit të fitoni me çdo urtije kuptim shpirtëror, njohurinë e plot të vullnetit të tij, që të jetoni në mënyrë të denjë për Zotin dhe t'i pëlqeni atij plotësisht, duke dhënë fryte veprash të mira dhe duke përparuar në njohurinë e hyjit, që të forcuar me çdo fuqi si i përgjigj pushtetit të hyjnisë së tij, të jeni të fortë e të durueshëm në çdo provë, që me gëzim ta falenderoni atin, i cili ju bëri të aftë të keni pjesë në trashëgimin e shenjtërve në dritë. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na kaloi në mbretërinë e birit të vet të dashur, në të cilin kemi shpërblimin, faljen e mëkateve. Parësi e Krishtit. Ai është shëmbëllesa e hyjit të papashëm, i paralinduri para çdo krijese, sepse në të u krijua çdo gjë në qiell e në dhe, çka shihet e çka nuk shihet, qoftë tronet, qoftë zotrimet, qoftë principatet, qoftë pushtetet. Gjithçka u krijua nëpër të dhe për të. Ai është para çdo gjëje dhe çdo gjë qëndron në të. Ai është kryet e trupit, kishës. Ai është fillimi, i paralinduri ndër të vdekurit, që të jetë në gjithçka i pari. Sepse hyjit i pëlqeu të banojnë në të e tërë plotësia, dhe me anë të tij, duke vendosur paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, të pajtoj me vete gjithçka, qoftë në tokë, qoftë në qiell. Pjesëmarrje e kolosianëve në shëlbim. Edhe ju që dikur ishit të përjashtuar dhe armiq për shkak të veprave tuaja të këqija, tani hyi ju pajtoj me vete në saje të trupit të vdekshëm të Krishtit, në përvdekje, që t'ju qes para tij të shenjtë, të drejtë e të pa të metë. Por duhet të qëndroni të themeluar në fe, të qëndrueshëm dhe të palëkundshëm në shpresën që jep ungjilli, për të cilin dëgjuat, i cili u predikua secilës krijesë nën qiell. Këtij ungjilli, unë Pali, ju bëra mbarshtues. Shërbesa e Palit ndaj paganëve. Dhe tani vetë ju gëzohem vuajtjeve të mia për të mirën tuaj dhe plotësoj në trupin tim çka u mungon mundimeve të Krishtit për trupin e tij, kishën. U bëra mbarshtues i saj në fuqi të misionit që hyi më caktoi për të mirën tuaj që ta bëj të njohur një herë për gjithmonë fjalën e hyjit. Misterin e mbajtur fshehur gjatë shekujsh dhe breznish, të cilin tani u zbuloi shenjtërve të tij. Këtyre hyi deshi tua njoftoi lavdinë e begatshme të këtij misteri në pagan, do me thënë, Krishti është ndër ju, shpresa e lavdisë, ne kumtojmë atë. Qortojmë çdo njeri dhe mësojmë gjithkënd me çdo njohuri për të bërë që gjithkush t'i arrijë përsosmërisë në Krishtin. Për këtë arsye edhe mundohem dhe luftoj me ndihmën e fuqisë së tij, i cili me plot fuqi vepron në mua në mënyrë të pushtetshme.
Kapitulli 2. Kujdesi Palit për fenë e Kolosianëve. Këndej dëshiroj ta dini se ç'luftë të ashpër më duhet të bëj për ju, për ata në Laodice edhe për të gjithë tjerët që nuk më kam parë kur personalisht, që të ngushëllohen zemrat e tyre dhe të bashkuar në dashuri, t'ia arrin të begatisë, plotësisë së kuptimit, njohjes së vërtetë të misterit të hyjit, Krishtit. Në të janë të fshehura të gjitha visaret e dijes e të kuptimit. Ju them këtë që askush të mos ju gënjej me fjalë joshse. Edhe pse me trup nuk jam i pranishëm, megjithatë me shpirt jam ndër ju. Me kënaqësi e vërej radhën tuaj dhe patranshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Begatia e jetës në Krishtin. Sikurse e pranuat Jezu Krishtin Zot, ashtu edhe vazhdoni të jetoni në të, të rënjosur vazhdimisht të mbimuruar në të dhe të fortë në fe sikurse qetë mësuar, gjithherë përplot me falënderim. Ruanu të mos ju gënjej kush me anë të filozofisë, me stërhollime të kota, që bazohen në thashethënat njerëzore, në elementet e botës e jo në Krishtin. Krishti, kryet e njerëzve dhe e engjëjve. Dhe pasi në Krishtin banon trupërisht e tërë plotësia hyjnore, kështu edhe ju jeni të mbushur me anë të tij. Ai është krye të çdo principate e pushteti. Në të jeni edhe të rrethprer, por me një rrethprerje që s'është bërë me dorë njeriu. U zhveshët nga trupi i mëkatit, me anë të rrethprerjes së Krishtit. Të varrosur bashkë me të në pagëzim, bashkë me të edhe u ngjallët në sajet të fesë, me të cilën besuat në fuqinë e hyjit që e ngjallvi nga të vdekurit. Edhe juve që ishit të vdekur për shkak të fajeve tuaja dhe të parrethprerjes së trupit tuaj, hyji ju ngjalli bashkë me të. Ai mirësisht na I fali të gjitha fajet tona. Ai e zhvleftësoi dëftesën paditëse, që në sajet urdhërimeve ishte kundër nesh, e bëri të zhduket, e mbërtheu në kryq. I qarmatosi principatet dhe pushtetet, e dëftoi këtë botërisht dhe I hoq zvarr në kalimin nga dhënyes të kryqit. Kundër jetës asketike të rrejshme sipas parimeve të botës. Prandaj askush të mos guxojë t'ju dënoj për çështje ushqimi e pijeje, për çështje festash, o hënës së re ose të shtunash, sepse këto janë vetëm hija e atyre që duhej të vinin, kurse realiteti është Krishti. Askush të mos ju shpall të padejnë për shpërblim qiellor, pse ai kinse kënaqet në përshpirtëri dhe nderim të ëngjëjve. Kinse është në vegime dhe është themeluar në kujtime shpirtërore dhe në mendjen e vet fryet për pamje përrallore, por nuk është I lidhur me krye me atë, prej të cilit mbar trupi, në sajet të gjymtyrve dhe të nyjeve, I kujdesuar dhe I lidhur në një, rritet me rritjen që jep hyji. Nëse bashkë me Krishtin keni vdekur për parimet e botës, pse atëherë thua se jeta juaj është ende e varur nga kjo botë? U nënshtroheni disa rregulloreve si këto: mos merr, mos shijo, mos prek? Të gjitha këto janë të caktuara të mbarojnë me përdorim. Rregullore dhe mësime njerëzish. Të gjitha këto janë kinse nderim hyjit, për shpirtëri, kinse pendes, duken si të ishin vërtet urti, por nuk kanë kurfar vlere, vetëm sa për të kënaqur trupin. Kapitulli 3. Jeta e re në Krishtin. Nëse pra u ngjallët bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lart, ku gjendet Krishti ndenjur në fron në të djathtën e hyjit. Dëshironi gjërat që janë lart e jo këto për mbi tokë, sepse vdiqët dhe jeta juaj është e fshehur me Krishtin në hyjin. E kur të duket Krishti, jeta juaj, atëherë edhe ju bashkë me të do të shfaqeni plot lavdi. Rregulla të përgjithshme të jetës së krishterë.
Bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja, ato toksoret, fëllikështia, papastërtia, epshet, dëshirat e këqija, lakmimi i tepruar i pasurisë, ajo i dhujtari, për shkak të tyre vjen hidhërimi i hyjit mbi ata që nuk dëgjojnë. Po, dikur edhe ju ecit kësaj udhe, kur jetuat në këto vese. Por tani edhe ju flakni larg të gjitha këto. Hidhërimin, zemërimin, të keqen, blasfemin. Goja juaj të mos përdor fjalë të ndyta. Mos rreni njëri tjetrin. Ju e zhveshët njeriu e vjetër me veprat e tija, dhe veshët njeriu e ri që për të rihet në njohurinë e drejtë, në përngjasim të krijuesit të vet. Aty nuk ka më grek hebre, rrethprerje pa rrethprerje, barbar skit, sklav të lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë. Veshuni pra mbasi jeni të zgjedhurit e hyjit, shenjtër e të dashur me zemër të dhimbshme, me mirësi, me përvujtëri, me butësi, me duresë. Duroni njëri tjetrin dhe falni njëri tjetrin në qoftë se ndokush ka ndonjë ankim kundër tjetrit, sikurse Zoti ju fali ju, po ashtu bëni edhe ju. E mandej përmbi të gjitha veshuni me dashurinë. Ajo i mban së bashku të gjitha virtytet. Paqja e Krishtit mbretëroft në zemrat tuaja, në të cilën edhe jeni të grishur të jeni të gjithë një trup i vetëm, dhe jini mirënjohës. Fjala e Krishtit banoft në ju me tërë begatinë e vet. Mësoni çdo dije dhe këshilloni njëri tjetrin me plot urti. Këndoni lavde hyjt me gjithë zemër, psalme, himne dhe këngë të përshpirtshme. Çkado që të thoni dhe të bëni, le të jetë në nder të emrit të Jezusit Zot, duke ju falendëruar me anë të tij, hyjt atë. Detyrat e morali shtëpiak. Ju gra, dëgjoni burrat tuaj ashtu si ka hije në Zotin. Ju burra, doni gratë tuaja dhe mos jini me to të vrazhdët. Ju fëmijë, dëgjoni prindërit në gjithçka, sepse kjo gjë i pëlqen Zotit. Ju etër, mos i tutukatni fëmijët tuaj që të mos e humbin guximin. Ju sklevër, dëgjoni zotërin tuaj toksor në gjithçka, jo vetëm ndër sy sikurse të doni t'u pëlqeni njerëzve, por me thjeshtësinë e zemrës, me frikën e Zotit. Çfarëdo pune që të bëni, bëne me vullnet, si ta bëshit për Zotin e jo për njerëz, të sigurt se do të merrni prej Zotit trashëgimin si shpërblim. Zotëria është Krishti, shërbeni atij. Patjetër ai që bën padrejtësi, do të shpaguhet për padrejtësi që bëri. Nuk ka krahambajtje. Ju zotërin, jepnu sklevërve çka u përket me të drejtë dhe me drejtësi të vetëdijshëm se edhe ju e keni zotërin në qiell. Kapitulli 4. Porosit. Qëndroni në urat, rini zgjuar në lutje duke u falenderuar. Gjithashtu lutoni edhe për ne që hyjt na hap një fushë predikimi të lirë, që të mund ta kumtojmë misterin e Krishtit, për shkak të cilit jam ndër pranga, dhe që ta shpall ashtu si e kam për detyrë të flas. Silluni me urti ndaj atyre që nuk janë të krishterë. Shfrytëzoni rastin sa më mirë. Fjala juaj të jetë gjithmonë e ëmbël, plot urti, dini gjithkujt i përgjigjni si duhet. Lajme personale. Gjithë si gjendem unë, do t'ju tregoj t'i hiku, vëllai i dashur, ndihmë si besnik dhe shërbëtor në Zotin bashkë me mua. Po e dërgoj veçanërisht për t'ju njoftuar me gjendjen tonë dhe për të ngushëlluar zemrat tuaja. Po e dërgoj bashkë me Onezimin, vëllan besnik e të dashur, i cili është bashkëvendasi juaj, ata do t'ju tregojnë si qëndron puna këtu. Përshëndetjet e fundit. Gjithashtu edhe Marku, nipi Barnabës, për të cilin ju patëm urdhëruar që, nëse do të vi, t'i bëni pritje të mirë. Ju bën të fala edhe Jezusi që quhet Just. Këta janë të vetmit që, prej të rrethprerve,
bashkëpunojnë me mua në përhapjen e mbretërisë së hyjit. Këta qenë për mua një ngushëllim. Ju bën të fala edhe Epafri, bashkëvendasi juaj, shërbëtori i Krishtit Jezus. Ky gjithmonë lufton me urat për ju, që të qëndroni të përsosur dhe të patranshëm në plotësimin e vullnetit të hyjit. Unë dëshmoj për të se kujdeset për së forti për ju, për ata në Laodice dhe në Hierapolis. Ju bën të fala edhe Luka, mjeku i dashur, dhe Dema. Përshëndetni vëllezërit në Laodice si dhe Nimfën dhe kishën që bashkohet në shtëpinë e saj. E kur kjo letër të lexohet ndër ju, kujdesuni që të lexohet edhe në kishën e Laodicenjve, po ashtu edhe ju kujdesohuni ta lexoni atë të Laodices. Thoni Arkipit, ki kujdes shërbesën shëmore në Zotin dhe plotësoje si duhet. Të fala me dorën time, të palit. Mos i harroni prangat e mia. Hiri qoftë me ju.